Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot është dita e parë e një muaji të ri, muaj i shkurt, e pra 32 ditë me radhë kemi udhëtuar së bashku në Të jetosh besimin. Nisëm këtë udhëtim nga data 1 janar e vitit 2026 dhe me shpresë të Zotit do të vijojmë udhëtimin ton deri në datën 31 dhjetor të vitit 2026, 365 ditë udhëtim. Jemi sot në ditën e 32. Shpresoj që deri tani ka qenë bekim për ju udhëtimi ynë. Sot dëshiroj të flas për dashurinë si themel i çdo veprimi në jetën tonë. Apostulli Paul tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 13, vargu i 2, shkruan: "Nëse nuk kam dashuri, jam asgjë." Në historinë botërore, një shembull i jashtëzakonshëm i dashurisë që vepron është dhe Albert Schweitzer, filozof, mjek dhe teolog gjerman. Ai la pas një karrierë akademike të shkëlqyer në Evropë për të shkuar në Afrikë, ku ndërtoi një spital në mes të xhunglës dhe u shërbeu të smurve për dekada me radhë. Ai nuk kërkoi famë, por shërbim. Nuk kërkoi rehati, por kërkoi kuptimin e jetës. Alberti shkroi diku në ditarin e tij: "Shembulli i vetëm që ka vlerë është dashuria e vënë në veprim." Ky njeri besoi se dashuria nuk është një ide, por përgjegjësi. Nuk është emocion kalimtar, por zgjedhje e përditshme për të parë dhimbjen e tjetrit dhe për të mos qenë indiferent ndaj saj. Kjo është pikërisht ajo që apostulli Paul na mëson. Mund të kemi njohuri, dhunti, mund të jemi të përfshirë në vepra fetare, por pa dashuri gjithçka është bosh. Aristoteli do të shkruante: dashuria është të dëshirosh të mirën e tjetrit për hir të tij. E pra kjo është dhe zemra e ungjillit. Lejoj të ndaj për ju disa të vërteta që dua të qëndrojnë tek ju. E para, dashuria nuk është një nga virtytet, është baza e të gjithave. Pali nuk e vendos dashurinë krahas virtyteve të tjera, por mbi to, pa dashuri, besimi bëhet fanatizëm, shërbimi ndaj Zotit bëhet barr dhe sakrifica bëhet një lloj krenarie e fshehur. Albert Schweitzer nuk ishte thjesht humanitar, ai jetoi bindjen se jeta merr kuptimin vetëm kur jepet për tjetrin. Jeta pa kujdes për tjetrin nuk është jetë e denjë për të jetuar. Së dyti, vepra pa dashuri humbin kuptimin shpirtëror. Mund të shërbejmë, të punojmë fort, të japim dhe jetën, por nëse brenda nuk ka dashuri, shërbesa bëhet mekanike. Ajo humb kuptimin, lodh trupin, boshatis edhe shpirtin. Dashuria është ajo arsye që i jep jetë çdo vepre. Së treti, dashuria vërtet shërben pa kërkuar vëmendje. Ky njeri punoi në heshtje për vite larg kamerave dhe lavdërimeve. Kështu dashuria vërtet nuk kërkon duartrokitje. Lëvdata, ajo gëzohet sepse ka shërbyer. Ai që bën të mirën për lavdi, nuk e ka bërë ende të mirën, do thoshte Seneca. Ndaj më lejoni që të ndaj me ju disa pyetje për reflektimin e kësaj dite. Apo bëj gjëra të mira me dashuri apo nga detyrimi? A jam aktiv, por emocionalisht i ftohtë? Kush është i padukshmi që mund ta dua dhe mund t'i shërbej sot? Dashuria mund të duket kështu, një fjalë e butë kur të tjerët flasin ashpër, një dëgjim i vërtet kur të tjerët nxitojnë, në fakt kur të gjithë nxitojnë, një ndihmë e heshtur pa e bërë publike, pra pa i rënë buris përpara. Ndoshta nuk do të ndërtojmë spitale siç bëri Alberti, por mund të ndërtojmë ura komunikimi, dashurie, në familje, në kishë, në punë, në marrëdhënie mes nesh, sepse në mbretërinë e Zotit, gjërat e vogla të bëra me dashuri të madhe janë gjërat më të mëdha të jetës. Le t'i lutemi Zotit së bashku miq. Zoti dashur, më çliro nga besimi pa dashuri, nga shërbesa pa zemër. Më mbush me dashurinë tënde që vepron, dashurinë që flet pak, por bën shumë. Bëj jetën time një dëshmi të gjallë të dashurisë tënde. Bekoj burrat dhe gratë, djemt dhe vajzat që kanë qenë me mua këtë mëngjes dhe përgjatë këtyre 32 ditëve të udhëtimit ton në këtë vit të ri. Bekoj familjet e tyre, edhe lutemi sot që të kuptojmë dhe ta reflektojmë në jetën tonë përditshme dashurinë e vërtet. Në emrin e Jezusit. Amen. Bekimet e Zotit mbi ju miq, ndërsa kemi nisur muajin e dytë të vitit 2026. Mezi pres t'ju takoj sërish nesër.